Menaxhimi i klasës në arsimin gjithëpërfshirës titullohet kështu botimi shkencor që trajton praktikat bashkëkohore të menaxhimit të klasës në kuadër të arsimit gjithëpërfshirës. Monografia promovuar këtë hënë ban për autorsi Arlinda Ymerin dhe Erudita Fshazin. Libri sjell një qasje të thelluar teorike dhe praktike mbi krijimin e një mjedisi mësimor gjithëpërfshirës, duke ofruar strategji konkrete për menaxhimin efektiv të klasës dhe përfshirje të gjithë nxënësve në procesin mësimor. Ky libër është i rëndësishëm si rezultat i një ndikimi në rritje të mësuesve mbështetës në komunitetin tonë dhe një qasje e cila kërkon përqafim gjithëpërfshirës nga të gjithë punonjësit e shëndetit mendor dhe një punë ndërdisiplinore nga të gjithë përfaqësuesit që sot dalin nga bankat e shkollës. Duke pasur parasysh se si ta kuptosh një fëmijë me aftësi ndryshe, që është baza e ndërtimit të një marrëdhënies, dhe pastaj se si të strukturosh ambientin, pra klasën që të përshtates këtij fëmie. Rektori Xhurej gjatë fjalës së tij u ndal te rëndësia e arsimit gjithëpërfshirës dhe nevoja për modele bashkëkohore që i përgjigjen sfidave të sotme të mësimdhënies, duke theksuar rolin e mësuesit në ndërtimin e një klime pozitive dhe mbështetëse në klasë. Besoj që një universitet, një shoqëri është më e drejtë nëse përveç se duhet të garantoj një diplomë cilësore dhe suksesin e individëve, pra të nxënësve dhe të studentëve, duhet që pari të jap shansin çdo individi në shoqëri që të ketë mundësi të arsimohet. Botimi u vlerësua si një kontribut i rëndësishëm për mësuesit, studentët dhe studiuesit e shkencave të edukimit, duke pasuruar literaturën akademike në këtë fushë.